Shikues e Vision Plus, përshëndetje, do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti ka qenë me kthjellime dhe alternime vranësirash të pakta dhe kalimtare mesatare në orët e mesditës dhe pasditës përgjatë relieveve malore dhe më pas moti ka qenë i kthjellët në të gjithë territorin. Vranësirat në relievet malore kryesisht në jug të vendit u shoqëruan me reshje shiu të karakterit lokal dhe me intensitet të ullët, ndërsa era ka fryrë me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 18 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 2 deri në 4 ballë. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 3 deri 13 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 6 deri 21 gradë dhe në Bregdet nga 10 deri 20 gradë Celsius. Për ditën e premte, vendi ynë do të vijë të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, do të kemi më të kthjellët dhe vranësira të pakta dhe kalimtare në orët e mesditës dhe pasditës, ndërsa era do të vijë të frymë drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 14 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 2 deri në 4 ballë. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 4 deri 16 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 6 deri 21 gradë dhe në Bregdet nga 11 deri 22 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, të cilat do të sjellin mot kryesisht të kthjellët dhe vranësira të pakta dhe kalimtare. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të jetë ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme si rezultat i aktivitetit të masave ajrore relativisht të thata kontinentale, të cilat do të sjellin mot me kthjellime dhe alternime vranësirash kalimtare, ndërkohë ndryshe paraqitet situata në vendet skandinave, në Spanjë dhe në Europën lindore, ku moti paraqitet i paqëndrueshëm me rishje shiu me intensitet të ulët lokalisht edhe në formë shtrëngatash. Duke jeni përfunduar, faleminderit për vëmendjen, bashkë me takofshi.